Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovaçit. E lumtur që eksperimin e kësaj jave ta filloj me dy mysafirë shumë të veçantë. Ata janë nga Amerika dhe pse rreth 20 vite ka që jetojnë në trojet shqiptare. Jam shumë e lumtur që edhe emrat i kanë shumë shqip. Po e prezantoj Donën dhe Kenin. Përshëndetje. Dona e di që ke një emër pak më ndryshe, por që shqiptarët ta kanë shqipruar shumë mirë, apo jo? Po, sepse emrin time është Dawn në anglisht, edhe kuptimi është agim. Por kur kemi ardhur kanë thënë, jo, kjo është emër mashkull, thash, hajde, Dona mirë është. Pastaj ta rregulluan vetë, apo jo? Po. Keni si ishte eksperjenca të vish në një vend që ishte shumë pak i njohur, fillimisht ju erdhët në Shqipëri, apo jo? Po, kemi jetuar 13 vjet në Shqipëri, edhe patjetër ishte si një botë tjetër ndryshe, si që jemi rritur. Por në fakt jemi përshtatër shpejt, sepse shqiptarët në fakt janë shumë ngrohtë, shumë të frushme, shumë mirë pritjes, edhe jemi ambientuar pak shumë shpejt. Si filluat ta mësoni gjuhën shqipe? A filluat me një herë? A ishte vështirë? Me një herë, sepse kishëm nevojë të mësoj, kupton, sepse ishëm në Katun, në Shqipërisë kur kemi arrit. Ishëm në Gramsh, në Shqipërisë. Do me thënë ju erdhët për qëllime humanitare fillimisht në Shqipëri. Po. Si ishte Shqipëria? Ju besoj që marrët pak informacion, por si ishte pastaj të jetonit në Shqipëri? Me çka u ndeshët fillimisht? Cilat ishin ato sfidat e zakonshme që i kishit? Po, në fillim është pak e vështirë, sepse mendoj që kemi arritur tek fund botës, në një katun i thellë Shqipërisë. Por si që kam thënë, për jemi ambientuar shpejt. Edhe nuk ishte shumë talash, por ishte krejt Dona, ndryshe. a kishit rrymë tërkohës? A kishit ujë tërkohës në Shqipëri? Kur kemi arrit, ishte pak sfid, 12 orë me rrumë, 12 orë pa rrumë. Në Gramsh ishëm me fatë, sepse kishëm ujnë, kur kemi lëviz në kinetë e Durrës, mos pyet për ujë. Ishte shumë keq. Shumë sfidus. Shumë sfid. Si u ambientove me të pastaj? Si e përdorje ujin? Mbushje bidona, apo jo, si gjithë ne? Të them drejt, ndonjëherë në verë, sepse kosovarët vinë në Durrës, Po, shumë. Edhe krejt ujë shkon tek plazhi në atë kohë, edhe në lagjën tonë nuk kishëm ujë. Edhe ndonjëherë kam dhënë një badon fëmijëve, kam thënë, të lutem, kaq kemi, bëni një dush. Do me thënë, Dona, ju fillimisht erdhët dhe me 3 fëmijë të juaj, apo jo? Po. Ata shkonin në shkollë shqipe apo në shkollë amerikane? Unë kam bërë shkollë në shtëpi me ta, si që kemi bërë në Amerikë, po. A ishte vështirë? Ajo, do me thënë, si e pranuan fëmijët fillimisht ardhje në Kosova? A patën të themi nuk po vim ne, a e patën edhe këtë? Ishën të vogla, qike ishte 11, i madhi ishte 9 vjeç edhe i vogli ishte 5 vjeç, edhe ata kanë pranu, kanë thënë, hajde mami dhe babi, hajde shkojma, edhe kishën bërë shumë shoqëri atje në Shqipëri. Edhe gjithë kanë zotruar gjuhën, do më thëmë tamam, gjithë fëmijët flasin gjuhën edhe sot, takon shqiptarët në Amerikë edhe bën mohabet me shqiptarët që vjen në Amerikë. Keni e kam dëgjuar që, do më thënë, gjithë Donën e din që është të themi shtetase amerikane, ose të paktën e din që nuk është shqiptare, por që zakonisht i kanë thënë që Keni është shqiptare, apo jo, që Dona është e martuar me një drenicak. Unë jam më fatë që, do më thënë, unë nuk kam ata dukje që jam të huajt me njëherë, pastaj unë floj të bizëdoj me gjuhën që kam, edhe pastaj këpton që jam i huajt. Si e pranoj Dona një drenicak në drenicë? Mirë, bësaj që ka për mirë. Mirë, e shikanatë. Por disi shokët të mija më ka thënë, hajde të qes një emër në shqiptar tamam, jo Kenny, Bishop që kam bjemrën, ka thënë, hajde fut një Skender i Bishi, që vjen tamam si nga Skenderaj. Skender.
Keni cilat ishin fjalët më të vështira shqipe që nuk mundi ti mësoje? Ka shumë fjalë akoma në gjuhën shqipe që nuk mund të shqiptoj tamam sepse kemi tingëllimet pak ndryshe. Por ndonjë që ti gjithsesi duhet ta përdorësh por që të vjen shumë vështirë që ta thuash. Shumë. Nuk vjen në mendje një që për disa fjalë un kam shumë qef, si një fjalë që domethënë në gjuhën angleze është shumë e vështirë të duket fjalë për shoqëri. Shoqëri është pak e vështirë sepse ka krejt në gjuhën angleze është krejt zënor, or krejt tingëllor, bashkë tingëllor, nuk ka asnjë zënor. Është shumë i vështirë. Për tani un kam shumë qef të përdor këtë fjalë shoqëri. Për ty Dona? Shumë fjalë muaj. Shumë fjalë janë shumë të vështira. Sepse disa tingëlloj janë shumë të vështirë për mua. Hajde. Tingëllimet po. Dula është vështirë. Po dula edhe Yje është pak e shumë i vështirë. vështirë. Yli është pak. Po yli, po. Nuk shqiptojmë dot mirë. Por mirë po shqiptoni tani. Ylli. Por kur e keni besoj në fjali ju vjen më zor apo ju ta thoni komplet të tërin. Po. Dhe pastaj pas Durrësit, domethënë që jetuat atje rreth 13 vite apo jo? Po. Vendosët që të vini në Kosovë. Por si vendosët? Dhe cili nga ju e mori hapin që të vinte në Kosovë? Domethënë ne ishim dakord bashkë, në fakt un kam punuar me një ekip atje në Shqipëri, në Durrës, edhe ne kemi thënë që kemi nevojë të hap një zyrë prapë në Mitrovica, sepse pas luftës kemi pasur zyrë edhe në Mitrovica, organizatën tonë. Po. Edhe kur kemi rënë dakord të hap një zyrë këtu, ka rënë shorte që vinë tek ne të nis punë këtu. Edhe domethënë kemi rënë dakord me një herë. Kemi pasur një kështu. Por pse Kosovë? Kjo është pyetja. Pse Kosovë? Edhe kjo është një histori shumë të veçanta. Në 2003, unë kam parë një vagim. Edhe të lutem mos gabo, unë nuk jam si një njeri të pash vagimet shpesh. A kupton, për ishte një vagim, ishe në një vend pak e errësirë me të rinjt në të dy anë. Asnjëherë unë nuk kuptova ku ishe. Edhe kur kam ecë atje, kam parë një qik me një majic, quhet Kosova. Edhe thash, si ka mundësi, jam zgjuar, thash, zot, çfarë është kjo? Edhe kam rënë në gjumë prapë, edhe kam parë dytën e herë, një të vagim. Edhe kjo ishte... Do më thënë ishte si një lloj shenje që ju të vinit në Kosovë. Edhe ishte në 2003, para Kosovë ishte... Shtet. Edhe shumë interesant. Kjo ishte... Dona, dhe keni ju besoj që informacionet e vetme për Kosovën i kishit vetëm një vend i cili vetëm sa kishte dalë nga lufta, apo jo? Dhe gjitha lajmet ishin të luftës edhe të gjendjes e cila ishte pas luftës. Dhe pasaj kur erdhët në Kosovë, cila ishte ajo gjendja që ju përjetuat? Do më thënë, ne kemi pritur diçka më të keq në Kosovë. Jemi, si që kam thënë, jetojmë si jemi në Europë. Njerëzit më bën pyetje shpesh që është ndryshimi përmes Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kanë thënë Kosovën gjanë më shumë si Europë. Po. Sepse janë më shumë kulturë, kanë marrë kulturën europiane. Do më thënë, keni pëthuar që nëse bët një krahasim në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, kosovarët janë më europian. Ose edhe shqiptarët e Kosovës, sepse po e përfshi kosovarët gjitha etni që jetojnë këto. Për një lidhje me luft, ishte kur kemi ardhë në Skenderaj. Ishte shumë interesant, sepse kemi bërë një vizit tek Pragaz. Edhe unë ishe shumë e prekër. Sepse në lajme në Amerikë ishte krizë Kosovës. Quhet krizë. Nuk kemi quajtur luftë. Po edhe kur jemi kënë në Pragaz, vash, ç'është kjo? Kjo nuk ishte krizë. Do me thënë, mediat në Amerikë flisnin vetëm për një krizë, apo jo? Po, në lajme, ja kupton, quhet krizë Kosovës, edhe kur jam kanë në Pragaz, unë ishe shumë e prekër. Thash, wow, kjo më vjen keq, për ishte genocid. A kupton, edhe kam bërë më shumë
kërkim edhe kam parsysh sa keq ishte. Edhe unë, të them drejt, unë respektoj shumë kosovarët që kanë kaluar atë kohë. Dona, pastaj ti me kontaktet e tua, me miqtë e tua amerikanë dhe të tjerë, të gjithve ja tregove këtë histori apo jo, që në Prekaz u bë në fakt një gjenocid të cilin ende bota nuk e ka pranuar. Po, kur jemi në Amerikë, ne kallzojmë që ka ndodhur këtu. Të vërtetën. Të vërtetën. Sepse ne e dim ka shumë propaganda atje. Ne e dim. Dhe cilët ishin ato opinionet e njerëzve të cilët, domethënë nuk është se kishin informacionet ndoshta edhe të duhura për këtë çështje. Por nuk janë shumë informuar, edhe ne nuk ishim shumë informuar në vitet 99 për si që situatën këtu, kur është përmendur për herën e parë që lëviz në Shqipëri, Albania, domethënë, ishte ku është këtë vend, sepse nuk kemi ditur, kemi dëgjuar për Kosovë për shkakun e luftës, për jo që din tamam situatën këtu. Tani shumë shpesh njerëzit na bën pyetje atje, a je sigurt atje në Kosovë? Jeni sigurt? Nuk keni frikë që jetoj atje? A thon, jo, unë je më shumë sigurt në anën fizike këtu se në Amerikë vetë. Aq sigurt janë njerëzit. Do me thënë, një Amerikan po thëtë që është më sigurt të jetohet në Kosovë se sa në Amerikë. E njëjta është edhe për krahasimin në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, apo jo? Po. Është më sigurt të jetojë. Ne ndjejmë shumë rahat këtu, vetëm trafiku është rreziku më i madh që kemi në Kosovë. Azi sen tjetër na vret mendje për sigurisë. Edhe më fani të rrit fëmijët. Po. Ishe shumë sigurt. Unë jam o Zot falënderit kam rritur fëmijët në Shqipëri, në tokë shqiptar, sepse ishin shumë sigurt. Shumë sigurt. Dhe dona pastaj Skëndera ajo është njëri nga qytetet më të prikura të luftës së fundit. Si ishte kur kishe kontakte dhe pastaj ndiheshe me njerëz që kanë humbur shumë familjar, e dim që ka pasur edhe vrasje në mënyrën më mizore të fëmijëve, të grave, të civilëve. Si ishte ai emocioni që ata e transmetonin tek ju? Linda, nuk e di pse për shumë gra kanë kallzu historinë e tyre. Unë jam shumë prekër. Unë nuk mund të kallzoj sa të ligullt ishte atë koha. Edhe, si të them, është, unë jam shumë e gëzuar jam aty, sepse unë kam një shpresë në zemrën time, edhe unë provoja të transmitoja atë shpresë me krejt shoqëni atje. Unë të shpërgoj pak për libër. Po keni, mundesh liresh me vazhdu? Ti, vazhdo. Sepse unë kam morë vesh shumë histori Skënderaj, sepse ishte shumë keq atje. Unë kam vendos të shkruaj një libër, të jap një zë popullit e Drenicës, për çfarë ka ndodhur vërtet në Drenica. Kjo është vizionin. Do me thonë, Dona ti ke filluar me librin, apo jo? Kam filluar të shkruaj. Kam nis. Është një projekt shumë i madh. Është shumë e vështirë, do me thonë, gjindeni sepse pastaj kur shkruani për këto është çështje shumë e gjerë. A pritojnë t'ju japin informacione qytetarët, apo janë shumë të lirë që të ndajnë me juve gjithçka? Nuk di pse kur të ulur me shoqëni, ata kallzojnë Me njëherë historia, sepse u mendoj kanë nevojë të shpreh. Vojtje që kanë ndodhur. Po, sepse shumë të vështirë kanë kaluar. Dona, do me thënë ti do të përfshish gjithçka nga vrasjet, dunimet dhe gjitha këto. A ke mundur të mbledhësh diçka edhe nga fotografitë ose nga arkivi asaj se çka ka ndodhur gjatë luftës? Unë jam në mes kërkim tani, sepse kam filluar të shkruaj, edhe
probleme ishte unë s'kam vendos çfarë stil është krajti duhet të bëj, por tani unë e vret, unë nuk e di mjaftueshëm fakta, edhe unë jam të lexoj shumë libra, shumë sena ashtu të imbledh edhe më shumë informacion. është në hetim, direkt hetim. Po, shumë. Dhe keni besoj që është kraji yt I djathtë në këtë rrugtim të ri. Po, patjetër. Po. Unë jap pushtetje për këtë projekti, për shkruaj një libër, të jap një zë për Skenderaj, që ka përjetuar luftën, është shumë prekjes. Shumë. Por një arsye që kemi zgjedhur Skenderaj, sepse kur kemi ardhur në Kosovë, ishte nuk e di kur do të hap një zyrë, domethënë organizatën. Përpara kemi patur zyrën në Mitrovica në fakt, por nuk kishim vendosur gjithë çështjet të hap një zyrë në Mitrovica, hare hetoj pak. Kur kemi ardhur në Skenderaj, kemi shkuar tek Përkaz, kemi parë çfarë ka ndodhur, domethënë kemi dëgjuar për çfarë ka ndodhur atje dhe pastaj kemi kuptuar që Gjurnaca është ai zemra e Kosovës. Edhe kemi thënë, okay, nëse kemi ardhur si organizata dhe vetë që do të sjellë një ndryshim pozitiv të qëndrueshme këtu, do të rrok zemër. Do të rrok zemër që është Gjurnaca. Gjurnica. Gjurnaca. Dhe pasaj besoj në bazë të kësaj që po thoni, ju bashkëjetoni, por përveç bashkëjetesës e keni edhe një dashuri të madhe për qytetarët e Skënderajt, apo jo? Po. Ju kanë mirëpritur shumë mirë, apo jo? Po. Pa besueshëm. Po. Ne DMC jemi në shtëpinë vetë. Për kenin po e kuptoj, por dona, cilat janë komentet më të shpeshta që I ke? Apo thoj një bo nuse Drenicës ko gjaj mirë. Kur e dini, kur jam në Drenica, kur jam në Skënderaj, gjithmonë ata thanë, është të huajt, për kur unë hap gojë edhe flash shqip janë si, Habiter. po si ka mundësi, ajo e di shqip. Edhe kjo ishte si një derë të ulud pi kafe me shumë shoqni atje. Unë kam shumë shoqëri atje, jam shumë e kënaqur. Po, përveç se si huaj, a ka ndonjë koment që zakonisht ta jepin ty në rrugë ose kur jeni në ndonjë bisede sipër, që zakonisht e atakojnë atë pjesë? Po, jo. Nuk keni një përshtypje. Jo, po ti, sepse ti ke parë. Gjithmonë është veç një. Jo, janë Kush është ajo? Dona besoj që është karakteristike edhe për gjatësinë, apo jo? Po, gjatësi do thonë që është I huaj. Po, edhe unë nuk vesh krejt në zezë gjithmonë ashtu, a kupton? Po. Po, ngjyra. Me ngjyrë, po. Edhe më flokë që nuk është flok, edhe bërzëllukut. Keni atë kam pyetur shpesh herë që cilin prind e ki shqiptar? Po, më ka bërë pyetje që por thënë më vjen keq për unë jam nga domethënë gjithë përjardhjes tonë ka nga Europa e Veriut, domethënë polak, gjerman, angleze. Jemi tamam europian si që janë domethënë shumicën amerikanët që janë përzierjes nga Europa, për jo Shqipëri. Me fatën e keq s'kemi asnjë pikë gjak shqiptar. Dona, atë kanë vesh ndonjëherë në veshje kombëtare? Jo. Skibber? A shkoni në për dasma shqiptare? Po, patjetër, jemi konë shpesh në darsmet, për unë s'kam veshur asnjëherë. Kjo është për Liriant, nuk është për mua, por dëshirë kam. Po edhe një gjysmë iliriane jeni, sepse gjua është një element shumë I rëndësishëm, apo jo? Po. Dona, çka ke mësuar më shumë nga gatimet që bëhen në Kosovë dhe në Shqipëri? Se më kanë tregu që ti gatuan shumë mirë, po çka gatuan më mirë prej ushqimeve tona? Po, në Shqipëni kam mësuar burek, por këtu laknor, hithenik. Po që shumë hithenik. Unë kam shumë qef hithenik. Edhe jam mësuar tani Do më thonë në Amerikë nuk e ke bërë ndonjëherë hithenik. Jo. Edhe A e di se çfarë ishte? Po, shumë mirë, unë kam shumë qef, por edhe prenarja më kam mësuar krelon me duqe, ashtu, edhe tjeti pasul, edhe në Shqipni jam mësuar trahan, ashtu.
po. Baklavan. Po. Do me thënë edhe festat fetare të kosovarëve tashmë besoj që i festoni, apo jo, sepse keni shumë meq nga Kosova. Po, gjithmonë jemi fetuar. Çka ju sjellin më shumë, ose kur shkoni çka ju qesin më shumë? Fli është shumë e madh këtu, ha? Fli është. A ju pëlqen? Në fakt, unë nuk haj miell. Okej, nuk ham produktet brumla. Unë jam gluten free edhe kjo është një problem pikë i madh në tokë shqiptare. Do me thënë, vetëm problem që keni është sepse ju servojnë shumë fli apo jo. Por keni nuk e ka atë njëjtin problem, Jo, apo? keni haj gjitha. Pardia më ka qitë pronarja një fli. Do më thënë nga zjarë, jo nga fur. Po, ma mirë. Shumë është mirë. Çka bëni përveç, do me thënë, organizatës që e keni në Skënderaj, pastaj si e kaloni pjesën e mbetur të ditës? Keni? Do më thënë, kam disa hobby. Një që është unë pëlqej shumë bjeshkët të Shqipërisë edhe Kosovës. Dalëm shpesh në ata grup hiking. Kam bredhe shumicën e malet këtu në Kosovë. Po bleta. Përveç kësaj, edhe kam edhe një hobby që është blet, që kam disa kosherë vetëm për qef, për vetë. Jo për të tjerë. Po për ty, Dona? Unë kam shumë qef të lexoja. Edhe në fakt, unë jam pak e fiksume të ecë. Unë ecë rreth Skënderajs, në Përgaz, në Laush, në shumë vendet, edhe është një kënaqësi. Do me thënë tash jetoni në qytetin e Skënderajt apo në rrethin dikon? Brenda qytetës, do më thënë. Në qytet, okay. Nëse do të zgjedhni një vend nga të gjitha viset shqiptare, sepse tregove që edhe me hiking i ke shkelur të gjitha viset shqiptare, cili është ai vendi që juve ju pëlqen më shumë ti? Ku si të zgjedh. Nuk e di. Vendos një vend. Valbon. Në Valbon. Valbon është mërkulli. është shumë e bukur. Shpesh herë ne jemi duke diskutuar për fazën tjetër jetës, që është pension, do më thënë, pas 10 vjetë apo diçka do dalë në pensionet, dhe kam thënë, Dona, kur shkojmë neve? Sepse Kosovë është mrekullueshëm. Nga 2 orë jam në mallet e Alpet më të bukur e botës. Disa nga më të bukur të botës, edhe 2 orë, 4 orë jemi në plazh. Ku është një vend tjetër që ka mallet edhe plazh? Gjithë që ka tokë shqiptar është mrekullueshëm këtë vend. Do me thënë ju edhe pensionimin mendoni ta bëni në tokat shqiptare? Jo, s'kemi vendosur për shkak që fëmijët janë shumë largë, edhe duhet patjetër nëse fillojmë të bëjmë gjyshe ose gjyshe, do jetë shumë largë të qëndroj këtu, por Pak të vështira. Dona, ta kanë mësuar këtë pjesën gjyshet kosovare që kur të vje nipi ose mbesa një duhet edhe ti të kujdesesh pak për Po patjetër. Edhe me zi po pres. Një nipi apo një mbesë. Çka të thanë, Dona, duhesh me u bë gati, apo jo? po do të bëjmë shkati. Patjetër. Edhe unë provoja të mos pranon atë presion si shqiptar. Baja fëmi. Kur është një martuar për 7 vjetë, pëse s'ke bërë fëmijë? Dona, do me thënë ti po ju thua edhe fëmijëve tu që të sjellin një nip ose një mbes njët, apo jo? Jo me presion për ndonjëherë unë thash shumë. Po. Ndonjëherë po ju thua. A ta mësuan këtë kosovarët apo e ke patur edhe në Amerikë? Ashtu që të bëj. Fëmijët janë shumë zënë me jetë edhe janë bërë Amerikanët. Dona, çka bëjnë tash fëmijët? Besoj i kanë përfunduar apo jo studimet dhe çka kanë pasur në plan? Po, të 3 fëmijët kanë kry shkollën, fakultet. Janë stabilizuar me jetën Janë apo jo? stabilizuar, janë krejt në punë, zot, faleminderit, krejt janë në punë. 2 janë martume, 1 është hala. Ende beqar apo jo? Po, është beqar. A ke menduar ndonjëherë ta kesh një nuse nga Kosova? A ke bërë plane Shpesh kam menduar. Po, për tani quni e fundit ka rënë në dashuri me një Amerikane dhe që të them. Tregom, Dona, a ke propozuar ndonjë vajzë kur ka ardhur atë në qendër ka pëlqy? Jo.
Ka rënë në mendje për hajde, është zgjedhje Po nuk ja ke fëmijëve. thënë, apo jo? Po, zgjedhje fëmijëve dhe jemi pak shumë fort me atë punë. Po. Apo më tregoni, a keni ndonjë peng për ndonjë shtet në cilin ndoshta do të donit shkonit për disa vite të jetonit? Që thoni, pse nuk isha edhe në këtë shtet, për shembull? Asnjëherë ka rënë në mendje të shkonin Jo, në shtet tjetër. Do më thënë, plan bas shkollës ka qenë të mi, shto 5 vjetë ndroj shteti, ndroj vendodhje edhe shioj pak tamam ata vendet të ndryshme. Për tani na kanë bet neve 20 vjetë këtu. Keni pak e besoj që vështirë e mendoj. keni këtë pyetjen që ja u bëjnë shumë kosovarë, sepse në Kosovë shpesh herë më dëgjon çdo i dyti, ndoshta edhe trinë, sidomos që thonë të shkojmë në shtetet e Evropës ose edhe në Amerikë, të fitojmë një green card ose diçka e tillë. Por a ju kanë pyetur ndonjëherë si ardhët ju në Amerikë, ne mezis po presim të shkojmë? Është po që më i zakonshëm që ne marrim nga njerëzit. Pse i keni ardhur këtu kur jemi ne Kosovar kemi qef gjithë për të dalëm nga shteti Kosovës. Si që kam thënë, kemi luftuar për ndryshimi pozitiv këtu, ne kemi ardhur për të japë edhe një shpresë këtu, ne punojmë shumë me të rinjt, që duhet të çojmë edhe ata në shpresë të rinj këtu, investoni këtu, sepse është vend i bukur, vend që meriton të qëndroj edhe investoj në vend. Por gjithmonë njerëzit ka dyshim, pse ka ardhur një Amerikan këtu. Keni gjatë qëndrimeve që i keni bërë në Kosovë dhe në Shqipëri, a keni arritur të mësoni më shumë edhe për politikanët, edhe për njerëzit që kanë bërë ndryshimet e mëdha në vendin tonë, domethënë, a jeni të familiarizuar edhe me këto tema të cilat besoj që çdo ditë i ndëgjoni në për kafe kur uleni, apo jo? Unë kam mësuar gjyrë shqip në kafe, edhe pa tjetër, mohabet mes borat është i parë politik. Pa tjetër merren shumë informacion për politikë të ndryshme, nuk duhet jemi pak azianës, do më thënë, në këtë duhet të kemi kujdes me politikën, sepse është temë shumë delikat, shumë e vështirë. Shumë. Edhe shumë i thellë, por a ju duket se është punuar në vendin tonë, sepse ju e ndjeni ndryshimin sa do pak qoftë ai për shkak të qëndrimit të gjatë. Po, pa tjetër, kemi parë shumë ndryshime, do më thënë, Kosovo edhe Shqipëri ka ecur shumë në këtë 20 vite fundit, ka ecur shumë. Është mrekullueshëm sa ka arritur për të kryer në këtë bas luftës, do më thënë, shumë shpejt është zhvilluar, por ata zhvillimi shpejt ka krijuar edhe probleme, ju e dini. Sidomos në politikë dhe sistemi që është këtu. Dona, a ki ndonjë model të gruas shqiptare që ju e pëlqeni shumë? Svesta. Qirjazi, apo jo? Qirjazi, po. Ajo kam lexuar historinë e saj edhe për mua ajo, wow. Është besoj një femër frymëzim, sepse ka qenë ndër të parat që është merrur me çështjen e arsimimit të gruas. Ajo, nish për mua. Por besoj që si Amerikane ju e njenit në Nën Tereza, apo jo? Pa tjetër, kemi dëgjuar për Nën Tereza. Pa tjetër, po. Pastaj kur erdhët e kuptuat se... Wow, shtëpia e saj katuash, po. Sigurisht. Po s'kemi ditë që Nën Tereza ishte shqiptar përpara, domethënë kemi dëgjuar shumë për Nën Terezës, por s'kemi ditë që ishte shqiptar. Keni në bisedat që i keni në kafeteri kur shkoni besoj me miqtë e juaj të Kosovës, ju detyrojnë të jeni në ndonjë rënon politike, apo jo? Po, ata më me këndja, apo të fysin? A jemi këta, apo jemi këta? Edhe unë jam habitur, domethënë, është diçka interesant, kur ishe fëmijë unë vetë në shtëpi, nuk e di çfarë moshe kam qenë, por kam pyes babën, sepse ishte një zgjedhje për president në merë, po fjalë. Edhe kam pyet babin, babi, më ka ke hedhur vota? Edhe thot, çuni, sa është punën tënde? Është punën time me Zotin, nuk është punën tënde hiç. Domethënë nuk tregoj. Edhe nuk tregon, edhe kësaj ditë nuk kam ditë për ka ke hedhur votën babën për cili parti. Edhe çuditshme këtu në Kosovë që çdo njeri e din çfarë parti je një lider. A votoni keni në Kosovë apo në Amerikë ju? Sepse si
gjithë kosovarëve dhe mu më duhet me ditë për kënda në keni. Edhe unë kam mërak për të them, unë jam e kranë majtës ose djatës, qoftë në Amerikë, qoftë këtu, sepse është diçka që kur ne hedhëm vota është diçka e shenjtë që nuk është që diçka që duhet të tregojnë. Është diçka që mban privat, por këtu është krejt ndryshe këtu. Do me thënë, ju gjithsesi duhet ja jepni një informacion, apo jo? Gjithsesi. Dona, apo më tregon, a ki diçka që ty të pëlqen shumë te kosovarët, që çdo ditë kur e kanë atë ritualin, qoftë të veshjes, qoftë të makiazhit, qoftë të mënyrës si mendojnë, ose diçka e tillë që ty të pëlqen? Për mua është zemër shqiptar. Janë mikpritjes jashmas, me një bes është shumë i vështirë të kallëzoj Amerikanët, sepse ata nuk kuptojnë bes si ju keni këtu. Unë respektoj shumë. Po për ty keni? Unë pëlqej shumë këtë, do më thënë, nuk jeni me një ngarë që duhet të shpetoj për çdo gjë, do më thënë, gjithmonë keni kohë për mua. Gjithmonë Kosovar ka kohë për të ullur, të diskutojmë, për të përshëndes. Asnjëherë vetëm një dorë nga larg edhe vazhdoj rrugën. Gjithmonë pres njerëzit. Unë jam habitur si Kosovar, edhe shqiptar edhe në mes rrugës, dallon me kerën vetëm për të përshëndet një njeri mes rrugës. Do me thënë, është rëndësishme marrëdhënieve, është shumë rëndësishme këto. Zakon ty të pëlqen, apo jo? Këtë unë pëlqej shumë. Është shumë që në Amerikë besoj që është krejt e kundërta, apo jo? Jemi më të ftohtë. Ora është më rëndësishme. Po, jemi fiksor tek orora. Dona, apo më tregon fillimisht kur erdhe se zakonisht është kjo për vajzat, cilës do komsi qofshin ato, ndonjë familjari joti, a tha, moj Dona, ç'ne, ku po shkon kështu? Po, një shok shumë ngushtë ka thënë, që po bën me fëmijët, kur të shkoj atje do shkatëro, por në fakt kjo është e kundërt, sepse fëmijët e mi janë shumë fort, sepse janë mësuar nga shqiptar. Besoj, këtu ju pëlqeu në Shqipëri, po flas edhe klima, apo jo? Edhe deti afër, male, shtjella, gjithçka. Shqipëria e ka një atraksion turistik që mund është gjithçka të prekësh në të. Po, nuk e di, unë kam më shumë qef në Skënderaj. Klima. Nuk e di sepse unë s'kam qef fare Mëskojnja, edhe Mëskojnjat, kanë besdis shumë në Shqipëni, në Durrës. Do me thonë, jam ambientuar atë shumë në Skënderaj, sa që edhe Bregdetin e lëm për të. Ja, mirë. Keni, po më duket që Dona ta pas kam mbushur mendjen për Skënderaj. Ja, besoj që ishte pika kryesore. Por jemi shumë mirë këtu kur jemi. Cilat janë planet e juve në këtë afatin e shkurtër kohor? Të Donës e kuptuam, për afërsisht është çështja e përfundimit të librit, apo jo? Ne kemi shumë vendim për që të bëj kur bën pensionist. A bën gjysmë koha këtu edhe gjysmë në Amerikë, apo të shko atje, është pak të vështirë që të bëjmë në ardhshme. Po, planet, do më thënë, afat të shkort, përveç puna, do më thënë, jemi të prit edhe një qift Amerikan tjetër që do vinë të bashkojnë me ne si ekip për punën e organizatës. Kjo është mirë për ne, edhe besoj edhe për Skënderaj. Keni apo më tregon, a keni bler diçka në Skënderaj, a keni ndonjë shtëpi ose ndonjë banesë, ose ende jetoni? Jo, ne për fatën e keq jetojmë me qira. Vetëm pronë që kemi është një Care, një Ford Focus i vogël që i vetëm me pronë që kemi. S'kemi as A keni menduar që ta keni një pronë në Kosovë diku? A dini sa rahat jemi me pronar dhe pronarje. Jemi shumë rahat. Edhe është si familje, a kupton, jemi shumë rahat. Do të thonë nuk keni menduar. Kam menduar patjetër sepse çdo muaj pagoj qira, vjen keq. Dona nuk ka lënë, apo jo? Vjen keq. Edhe unë jam një burr që ka qef të ndërtoj diçka, ndërtoj një shtëpi, shohim diçka i bërë, por s'kemi qurë këtë ide deri në fund për të blej një pronë apo diçka. Edhe kemi pak problem pronësi këtu edhe kështu anë. Por
Më mirë rrimë qera për mua. Edhe për mua, mendoj tani, unë kam shumë dëshirë të shpenzoj edhe më shumë koha me të rinjt, sepse ne punojmë tek qendërinor tani, edhe është një gjallëri me të rinjt të jep shpresë të ri në Kosovë. Të mos dal jashtë, mos ketë mendje me njëherë të shkoj jashtë. Ri këtu e bëjnë investimi këtu. Dona e përmende, por a ke ndonjë mesazh më specifik për gjithë ato që dëshirojnë të largohen, sepse në fakt të rinjët janë pjesa kryesore që dëshirojnë të largohen. Çdo ditë thuaj se çdo i dyti e ke që thotë se unë dua të dal nga Kosova. E njëjta besoj që ka qenë edhe në Shqipëri, sepse edhe atje daljet e të rinjve janë shumë të mëdha jashtë vendit. Po. Për mua është gjunaf. Që do të ndodh me këtë tokë? Ishte luftuar me gjak shqiptar. Që do të ndodh këtu? Në qoftë se krejt dalën jashtë. Praktikën. Sa ka tundit janë thatë tani? Që do të ndodh këtu? Duhet një vizion për të bëj një ndryshim, një transformim këtu brenda Kosovës. Po për ty keni, është besoj Po, e njëjtë, domethënë gjithmonë kemi shprehur ata, ne kemi ardhur për të sjellë ndryshimi pozitiv këtu, edhe njerëzit po iken, edhe ata pikërisht ata njerëzit që ka mundësi të ndryshojë vendi. Ata domethënë ne ka ata shprehje shkarkimi i trurve që është marrë si shprehje që gjithë që kanë mundësi të bëjnë ndryshimi këtu iken. Edhe këtë na mërzit patjetër. Ne shohim shumë potencial me të rinjt që kanë fuqi, kanë mundësi të ndryshojë për zgjënjehen edhe pastaj iken. Edhe por vizioni është njëjtë. Domethënë rini këtu, shtoni shpresë sepse investoni këtu ka ndryshime që mund të bëjë. Sa potencial ka këtu. Shumë potencial ka këtu. Shumë potencial ka këtu. Dona, përmendëm shumë, sidomos ju përmendet shumë veti të mira të kosovarëve. Po a ka ndonjë veti që ty paksa të bën nervoz, për shembull, diçka që e kemi ne, por që ti do doje që të mos e kishim? Ishëm në rrugë të vi këtu. Trafik për mua është çmender. Për mua kjo është shumë të vështirë. Trafiku. Veç trafiku. Veç trafiku. Po për ti. Përsëri për ti again. Sepse kam harruar. Ndonjë veti ose ndonjë ves i kosovarëve që ty nuk të pëlqen? Sepse përmendem mjaftueshëm gjëra pozitive, por diçka që ka që ty ta jep pak kënaqësi, ndoshta për shkak edhe të mënyrës tjetër të jetesës që je mësuar. Duhet të kem pak kujdes me këtë. Unë jam treguar edhe përpara që kemi edhe në Shqipëri, edhe Kosovë, që luftë më e madhe që do kesh atje në Kosovë me shqiptarët është, domethënë ego me një masin. Kam pak vërejtje me në Kosovë apo në Shqipëri? Në dy. Në të dyja. Në të dy. Edhe që thot, nuk e di kush ka thënë që unë jam bret bi 200.000 bretërve, domethënë kemi pak problem. A vlen kjo edhe për elitën politike kështu të dyja vendeve? Po, patjetër, ka shumë për të bërë me lidhje politike, domethënë. Njerëzit duhet të jetë gati të ndryshojë, të dëgjojnë një perspektivë tjetër, të mos qëndrojë vetëm me mendimet që kanë ata, që mund të jetë pak inzulluar. Por do me thënë, mendimet e nxituara mund të rishikohen, po thani. Po, duhet të rishikohen. Por që ne nuk i rishikojmë, apo jo? Dona, ndonjë përjetim që e ke në Kosovë ose në Shqipëri dhe gjithmonë e ndan me të tjerët. Ka ndonjë gjë, ndonjë dasëm që të ka ndodhur diçka, ndonjë vend ku ke shkuar ose ndonjë rutinë jotja për që e mban mend dhe u thua të tjerëve gjithmonë. Sa histori kam këtu, unë kazoj shpesh. Darsma këtu janë shumë bukur. Si të kazoj është një bashk, familje, krejt festojnë së bashku. Kjo është një sen. Qysh është një darsëm amerikane? Me pak të thuar, apo jo?
është pak një ditë, kryu hajde. Nuk është nuk e di. Dona, atë kanë mësuar në ndonjë dasëm edhe ti këndoni nusës, ose të jeni pjesë aty ku këndohet me defat, për do me thënë gratë që kanë ritualin? Po, si thonë ajo ritual veç me gra. Kanagjegjë, po me ndosh? Kanagjegjë, sa bukur, po. Edhe kur të thuaj me nusi, hajde, jeni pjesë e familjes tonë. Kjo është një traditë jashtë mas bukur. Shumë rëndësishme këtu. Dona, ke menduar ndonjëherë ta bësh një dasëm me Kenin në Kosovë? Jemi martuar një herë, mjaft. Ndoshta një përvjetor të martesës. Nuk është ide e keq, sepse në fakt ne po çej shumë vallë shqiptar, domethënë ne kërcejmë shumë, jemi domethënë mësuar edhe nga krana e jugut Shqipërisë, që ka shumë vallë të ndryshme, jo vetëm shumë hape të ndryshme, edhe kemi shumë qef të kërcejmë vallë shqiptare. Në të ardhmen mund të presim një përvjetor të dasmës në mënyrën kosovare, apo jo? Në shkurt të bëjmë. Do t'jemi aty, besoj, prezent. Do jeni fituar nëse ne bëjmë. Shumë faleminderit. Keni, a ke diçka për fund për shtuar, cilë do të shoh ndonjë mesazh ose ndonjë eksperiencë të cilën unë nuk e pyeta, por që ti dëshiron ta ndosh me ne? Do më thënë, një experience që ne hasëm shpesh është thjesht qaj. Jemi fituar për qaj, edhe shkojnë tek një shtëpi, edhe jeni, do më thënë, i fituar, hajdeni në shtëpinë e vetë, ndjeni si shtëpinë e vetë, edhe rrinë atje për jo veç një gotë qaj, për një vjetë si vështrisë. Shumë qaj pinë, edhe kënaqëm më mobet, kënaqëm më besed. Por një mesazh prap se prap, investoni, si që ka thënë Donës, njerëzit ka dedhur gjaku për këtë vend gjinaf, për të lejë bas dorë, të ndërtoj vend edhe Kosovo më të fort, më të mirë. Po për ty, Dona? Faleminderit shumë, shqiptar, për mikpritjes, për dashuri, duket si jemi të huajt, në zemrën tuaj. Unë jam shumë e përullër me atë shumë shoqni kam këtu, edhe faleminderit shumë, sepse duket si është shtëpinë tim tani. Faleminderit shumë. Në fakt me këtë rrëfim kaq të bukur të Donës dhe të Kenit, të cilët prej më shumë se 20 vitesh tashmë jetojnë në tokat shqiptare, unë ju përshëndes dhe bashkë miru pafshim. Diskutimi hapur, energji pozitive dhe histori të padëgjuara më parë. Çdo javë jemi me ju me informacione dhe rrëfime që na frymëzojnë. Përmbajtje me vlerë që ju bën pjesë të një bote plot inspirim. Bashkoni me ne sepse çdo javë kemi diçka të re për të zbuluar. Çdo histori fillon këtu. Eksperime vjen çdo javë në drejtimin e Majlinda Kovacit.